Këto janë 5 arsye që do t'ju pengojnë juve të bëni dush në këto orë të ditës. Një dush i mirë në mëngjes shpeshherë konsiderohet si çelësi për të nisur ditën me pozitivitet, por ja që gabimet në të bërë dush mund të çojnë në probleme të caktuara me shëndetin. Të lani fytyrën në dush është një nga gabimet që çdo kush i bën dhe që mund të dërgojë në probleme të ndryshme shëndetësore. Edhe pse kryesore nuk duhet të laheni në mëngjes për këto arsye. Mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme me imunitetin. Për këtë arsye nuk bëni mirë që të laheni në mëngjes sepse të lash fytyrën në dush acaron atë, të përdorësh sfungjjerin mund të krijojë probleme me lëkurën, të qëndronit mbi ujë në përzierje me sapun për një kohë të gjatë mund të krijojë komplikacione fungale dhe të laheni me ujë të ashpër mund ta dëmtojë lëkurën. Prandaj përpiquni që dushin ta bëni mbas pune edhe të qëndroni në shtëpi dhe të mos dilni menjëherë prej saj pasi mund të ndikojë edhe në shëndetin tuaj.